thashe pak më herët jemi shkur dhe i qartë për të përcjellë mesazhin kësaj radhe të mbështetur në ajetin, në një pjesë të ajetit 101 të surës Ali Imran. Ajet kuranor me cilin Allahu Dhul Gjelal na jep neve një garancë për ata njerëz të cilët janë të lidhur me dinin e Allahut Dhul Gjelal. Sipas disa dietarëve, njerëzit në këtë botë ndahen në 3 kategori. Një kategori prej atyre që fenë e Allahut nuk e praktikojnë. Namazin nuk e fal, ndoshta edhe nuk agjeron, ndoshta edhe zakatin nuk e jep, nuk e praktikon dinin e Allahut. Një pjesë tjetër që e praktikojnë dinin e Allahut. Ato urna, ato obligime, ato farze që i ka thënë Allahu Zellali çon vend. Dhe një kategori e tretë që ndoshta edhe më e rrezikshmja se ajo e para, është që vetë nuk e praktikojnë dinin e Zotit, po edhe luajnë, tallen, i nënçmojnë ata të cilët janë në rrugë të Zotit. Duke i konsideru ndoshta të prapambetur, duke ju thonë shekulli 21 ju ala çka bëjni kështu, duke mi nënçmu në forma të ndryshme. Allahu Dhul Gjelal me ajet kuranor tregon se kjo kategori e njerëzve është e shkatëruar që këtë botë. E shkatëruar. Për me e vërtetu këtë po kthehem mbrapa te një rast në kohën e Nuhit alayhi salatu wasalam. Kretë e dini rastin e Nuhit alayhi salam. Allahu Dhul Gjelal i tha ta ndërtoje anijen. I tha sepse do të del ujë nga gjitha anët, nga qielli, nga toka. Do të bëhet një vërshim dhe do të shpëtojnë vetëm ata që do të hinë në anijë. Një pjesë këtë urdhën të Allahu Dhul Gjelal e besun. Kurse një pjesë tjetër këtë urdhën të Allahu Dhul Gjelal e konsideruan si tallje, si lojë. Një ditë Nuh alayhis salam hini në një furrë ku bëhen buka. Furraxhia i tha: "A ke tha ti që i dërguar i Allahut Nuhu që pretendon?" Tha po. "A thoshe ti që ka me fillu edhe ka me në rrugë vërshima ka keton në këtë mes kretinor?" Tha po. "Kua uji? Hajde kua? Mos u merrni tha me pallavra, mos manipuloni me neve." Filloi ta nënçmojë. Nuh alayhis salam tha: "Në rregull. Na jemi të bindur që unë ata Allahut sot apo nesër dalin në mejdan. Sot apo nesër." Edhe doli. Për një periudhë shumë të shkurt kohore, filloi të del uji. Filloi të vjen nga qielli, të del nga toka. Tek furraxhiu ka nisi me dal. Nga ati ku nuk e priste, nga furra e nxehtë me zjarr, piç ati filloi me dal uji dhe në çat furrë me të mrejna i vdekur. Shkatroi. Allahu Xhelal nuk ja dha mundësinë me shku në anije dhe me shpëtu. Ka nuk e preta. Mos luj me dinin e Allahu Xhelal. Mos luj me ata të cilët e duan dhe respektojnë Allahun Xhelal. Mos luj me ligjet e Allahut Xhelal. Mos luj. Dërvallëzë. Njeriu që është besimtar, pa më parasysh në çfarë pozite shoqërore është, a e ka për obligim qatë që e din nga ana e fesë Allahut, ta shtjen praktik dhe ta përdorë. Nëse dëshiron që jeti lumtur në dunjë dhe në ahiret, çka them shumë shpesh e përdori, i lumtur, i kënaqsh, i gëzum, i rahatshëm shpirtnisht në dunjë dhe në ahiret. Qoftë në pozitë më të lartë shoqërore, më poshtë. Tregoj një rast nga pozita më e lartë shoqërore, nga ajo pushtetare. Omeri radiallahu anhu, Muadh bin Jabelin një ditë e dërgoi në një vend caktuar të mbledh pasurinë e zakatit dhe ta kthen ta vjen në Beitul Mal, tek shtëpia e pasurisë e zakatit në Medinë. Edhe shkoi Muadh bin Jabeli, e mbledh atë që dash me mbledh, e sjelli mbrapa edhe u kthi te shtëpia, mas një kohë. Kur erdhi te shtëpia,
ato që e kanë ndoshta shejtanin pak më të fortë. Bashkëshortja, gruaja, te shtëpia i tha: "O burrjem, po sa kohë lodhe duke ecë andej këndej, e mbledhe pasurinë e komplet një qyteti. A së ndojte me diçka honësh me pru te shtëpia, po erdhe dur thot? Diçka kishe da me pru këtu." Muad bin Xhebeli tha: "Nuk mujta për shkak se më caktun një përcjellës." Përcjellës? Tha po. Tha pas të kanë besu tia. Tha mu më caktun përcjellës. Edhe e la muhabeti. Edhe kjo ta shunal. Shejtani nisi qarkulloje me gjakun e saj. Qarkulloj. Tha, ishte i dërguar i Muhamedit alayhis salam. Muhamedi alayhis salam përcjellës nuk i dha për mas, si i besonte. Erdhe Abu Bekri në pushtet, edhe Abu Bekri e qëjt njëtin person. Edhe ai përcjellës nuk i caktoi se i besoi. E tash pse Omeri mos mi i besu burrit tem? Jo, tha, unë nuk e la këtë punë kështu. Unë do shkoj te shtëpia, do ta paraqes ankesën. Edhe nesër më shkoj te shtëpia e Omerit. Hazreti Omeri radiallahu anhu nuk ishte në shtëpi. Ishin antarët e familjes. Tha hajrolla, tha unë jam gruaja e Muadit. Kam ardhur këtu për me paraqit ankesën se si mundet burri tem i besoj pejgamberi alayhis salam, burri tem i besoj Ebu Bekri, burri tem nuk i beson Omeri dhe i cakton përcjellës. Tha na s'dim gjë. Kur vera dhe të Omeri ja paraqesin këtë siklet. Shkoj. Hërda dhe të Omeri, tash antarët e familjes po i thonë kështu a muhabeti. Edhe ki unal. Si be tha përcjellës, unë si kum caktu ti përcjellës. Shakana muhabeti. Me thonë që Muad bin Xhebeli rejnë, s'muna me thonë, sa muslimani mirë. Rejna është cilësi e munafikut. S'munët, s'ka egzistu rejna të besimtarët asoj kohë. Ama ka me siguri ndo një siklet qitër. Që në urdhën dhe thotë, thire Muadhin. Muadhin vjen. Kur vjen të akot ma dhe të Omerin, thotë, ja Muad. Qka muhabeti që ka ardhe janë anku të shtëpia ime se gjojat ku më caktu përcjellës ti? A tha unë përcjellës ti nuk u caktova, për shka se unë kam bindje edhe besim shumë plot se ti je shumë i sinqert punën që e bën. Tha, është e vërtet që ti ndoshta nuk ma ke caktu, po edhe ti edhe une kemi nga një përcjellës që ka do që të lëvizim e kemi me vete, ajo është Allahu jeme dhe joti. E tash ta është i qartë punë. Shko tha qartësoj edhe të shtëpia këtë rast. Jem pozitë caktume, mos harro. E kje një përcjellës që këtë lëvizish anë shmeti, edhe shikon çdo lëvizje dhe punë që bën. Edhe kjo ka me qenë deri në momentin kur t'japish frymën e fundit. Allahu xhelal inshallah na e lehtëson. Dhe ruam vëllezër. Kjo është edhe në atë pozitë, për edhe në pozitën e njerëve cilët mirën me punë të përditshme, me tregtarët. Edhe ata duhet ta kenë çiki dert me veti, qofse dëshirojnë të jenë të rahatshëm kur të vdesin. Ta kenë me veti dertin që kemi një përcjellës, kemi një mbikëqyrës. Pra po e lidhi me rastin Hazreti Omerit. Këtë rast e keni ndëgju, po e përsërisim për shkak të temës. Keni ndëgju rastin kur Omer radiallahu anhu dilte natën e shifte situatën e popullatës vetë. Dhe ndëgjoj një vend, një nan me një gru, me një vajt vetën, pra një grua me një vajt vetën, diskutonin. Edhe nana i tha bijës vetë, oj bia ime, qu ma shpejt, qu, merë uj, përzje me tomën, se nese dush me shi, qu shtoje pak, qu. Oj nanë, tha, pas e kinive, u dhecën e muslimanve e mirin tonë, tha ka thonë nuk guxojni me e përzi. Be no se ku na shet shtash krijetari muslimanëve. Me e përzije nesër fitojnë ma tepër. Kjo përzierje nuk ndodh vetëm në tomën, o vllavi mi dashur. Këtë përzierje e ban edhe kush? E ban edhe zllatari, artari. Karatin pin 20, pin 18, e ban 14, 12, 9, ishni hekër mrejna. Ati ta shet, thuhet i saltan pi
arabie ta ka punë, original, pika lije. Përzirje, qësoj uj, ta ka shni uj. Qësoj thot ujin tomël. E bën edhe ai që mirët me shitje ndoshta të zallit. Ato stranit ato në kamionit ja zvoglon pak të poshtë. Në vend se me ta shit një kobik ta shet jeans. Uj, që kjo është uj. Ai cili punon duhet me ta ndru pjesën në makina nuk ta ndron. Uj, që kjo është uj mrejna. Ai hoxha që duhet ta krye vazifën e vet, ta këndoje atë që aki dhon me kry, me këndu. I be përgjysë se s'm she. Uj, që kjo është uj që ka përzi ujin. Edhe shumë profesione tjera, mos një tash me rend. Ama çdo kush ta mendoje profesionin e vet. Çdo kush atë vetën. Çka tha? Tha, oj nana jeme, krijetarin ndoshta për momentin nuk na sheh, ama na sheh Zoti i krijetarit edhe Zoti i jon. Ti sa e duke na pa? Hazreti Omeri kur e ndëgjoi këtë fjalë, e kuptoi që ka të boje po një vaj shumë ndershme, edhe martoi me djalin e vet. Të dashur vëllezër, Allahu Dhu Xhelal neve na ka dhënë momente të caktuara njëjtë për me na sprovu, ta shohë sa na i na të lirt me dinin e Allahut. Mbas asaj, ki e bereqet lumturi në dynjë, mbas asaj kur zatekmi me Allahun ki me koni rahat. Mbas kësaj, ja, çdo sprovave kur trimgjallet me dhon llogari, dikush ka me koni rahatshëm, a dikush ka me koni sikletsh. Allahu Xhelal inshallah këto siklete neve në këtë botë dhe në ahiret na i largon. Ndërro vëllezër, e tregon një nga mos ta përmendi emrin e një sportisti musliman. S'po du ta përmendi emrin sepse ai vetë tha e ku ndjej veten shumë në çmum. Sportist. Kishte marrë pjesë në Olimpiadë në Helsinki në vitin 1952. Thot na caktu dhe na vendosën në hotel. Masi na caktu në hotel, thot na muslimanët janë nisëm me lip. A ka be dikun muzik, gjallë be dikun, se shash i largu pe venit tanë. Ha, të kinat një shash kinat në Olimpiadë. Tha na tu mundu me gjetë këtë hapsir. Tha na tu momenti i shok sportistat Amerikanë. Tha u organizun grupe, dulën në oborin e hotelit, morën leje dhe fillun me ndreq një kish të vogël, formale. Për disa ditë sa ka menet ati, të regullum, mrejna venin e regullum, qirat i prun, edhe na nisëm me i qirë, shkem të bom këto. Kur e shohim e gjetën edhe një prift të dvetin, e prun edhe priftin ati, edhe fillun të kallin qira dhe t'i bojnë ato doat e tyre, lutjet e tyre të përbashk këta. Edhe thot, suksesin më të madh në atë olimpiadë arritën Amerikanët. Edhe thot mu, sa kam qenë gjallë, deri këto momente, thot më kanë gjenë në kokën time, shkëputja ime nga ana e Allahut nuk më jep sukses, as në dunjë as në ahiret. Jam shkëput, unë e musliman, vese me i boj ibadet Allahut, vese me fal namazin, unë e munona me boj një gjuna. Aja Amerikan që na i shajmë dhe kritikojmë, aja bindjen e vetë fetare për e qonë në. Dërro vlezit, zate neve muslimanve që kjo në shkatrojnë, duke u mundu të tjerat forcat e ndryshme për me na largu nga baza, me na largu nga esenca, me na largu nga Zoti. Sot në forma ma moderne, me mediumet ndryshme, me filma ndryshme, me këngëtare të ndryshme, me spotet të ndryshme, me sportet të ndryshme, me bigjozet të ndryshme, duke u mundu sa më larg Allahut, sa më larg, mos me kon rahat në dunjë dhe në ahiret, sa më larg. Ama herët ka qenë ndryshe, se s'janë konë të njete, atëri kanë kolonizu shtetet. Ta tregoj një rast, ndoshta e kam tregu më herët. Francezët e kolonizuan Algjerin dhe mbetën mbi 100 vjet. Edhe çka thanë? Ne duhet me bëj një punë kryesore në këtë vend muslimanëve. Me vahek Kur'anin pi dorës. Kur'anin me vahek pi dorës. Pse me vahek pi dorës? Jo Kur'anin vetëm me lexu, po atë që e lexon thosh e që kjo kanë halal, që kjo kanë haram, që të bëj ka me bon, sa s'bëj ka me bon. Në Kur'an pas ka shumë punë për ekonomi,
për tregti, për politik, për fe, për Allah, për ibadet, për pastërti, për ekologji, për shëndet. Kënë Kur'an janë? Jo, tha, na kena me vahek. Kena me vahek. Mas 100 vjetëve, tash po dojmë me vërtetu sa kanë arrit me punën e tyre këtë Kur'an me vahek. Çka banën? I morën një 10 vajza nga Algjeria edhe i qunë me studiu në Francë. I qunë në fakultet atje, shkolla franceze, rreti francez, moda franceze, mendja franceze, kret franceze, tu punu me to, tu bo me diplomu me sos fakultetin, vendosën që me dalë këto vajza me vabo një defile. Me dalë me reklamu trupin e vetë, kam një zjetë manekin ka sas. Qëre që ka të bana i ujë, qisi që ka të rënë, ka dashash të zjetë ma e bukra cilan, edhe dojnë të bëjnë një defile, edhe i thirin atë ministër i caktum ka patë për shtetet e kolonizume, ministër, pushtetare, gazetare, krejt i thirin ati. Edhe tash vjen koha, thët, ne të hinë tash ato vajzat. Kur dalin ato vajzat, vitin e fundit, vitit shkollor, ketë ishin mbulu edhe të mblume, dulin ati. Opa, u që njoni kome dhe tha, a për që këtan që 100 vjetë e mani të robëru Magjerina, për që ta? Kuan suksesi juve? Kuan? U që ministri tha, ju lutem të për qëtësi. Tha, mbesoni që s'kemi që ka të bojmë, kur Kurani është më i fort se Franca të këto. Qa ka me bojmë? Kur të këto, Kurani është më i fort se Franca. Franca mund për jashtë kontrolën, po mrejna në zemë, mrejna në shpi, Kuranin e matë lidhur, nuk mund me bo kur gjo, mas 128 vjetëve robrim, ishte shkjo pasqyë. Allahu dhu gjelar, që se i lidhë me Kuranin, atë pushtetarin tanë, atë kolonizatorin tanë, e në të shmën edhe e largon. Amon që se ti i lidhër me dinin e Allahu dhu gjelar. Dhe bro vlezër besimtar. Jo me lujt me fejnë, po mu mundu me u afër dinit Allahut dhu gjelal. Qfar do qofë posti? Po e tregoj edhe një rast, për me tregu një politikan një suksesshëm dhe besimtari mirë. E pat NATO një takim në Bagdad. Edhe shumë kryetar shtetet shkun. Njëri nga këto i dalum me lëshmërinë e vetë me dinin Allahut. Duke mos u hamet nga pushteti se unë jam kryetar sot edhe çka du boj. Kur hinë në Bagdad, u nalë dhe tha, para se të shkojmë tha në hotel, ku do të takohemi me ato njerëz të huaj, e kam për obligim të shkoj të takoj një njerë temin këtu. Kush e njëri jotë në Bagdad? E pyetën? Fa pyetni ku e ka vorrin e Buhanifja? Vorri njëri e mashtaj. Unë që sa vite praktikoj islamin ba që ti me dhebi, ka dojnë në për Bagdad, më shkoj të vizitoj njërin ten, asesi jo. Ku ashtë? Edhe ja tregun, shkoj para vorrit e Buhanifës. Ingriti dur të nalë për këndon një Fatiha. Duat, krejt qerti i mbarun, ki vazhdojnë, e zgjati duan. Kur e përfundoj, ki shoqëru si vetë e pyeti, tha o krito. Për shumë me tha e zgjate, tha sa vjetë kanë kalu për vdekin e këti njëri? A kanë kalu për minimi vjetë? Tha po, për minimi vjetë kjalo është gjallë në zemra tona, në shpia tona. Pse? Ku janë ta ato pushtetare sikur Lenini, Stalini, Tita e? Sa vjetë qëndrun, hajde, mas vdekjes atyre, sa vjetë me të gjallë? Sa më shpejt të mundun, jo një sistem tjetë, demokracia, kapitalizmi, i fshinj. Edhe vorrit vajkën, edhe kocit vajkën, ketë i fshinj. Nese edhe kocit tonë dhe kështu kam një. S'ka me na fermot hiq. Ka po, qka e ban njëri në mos vdes as njëherë? E ban tha lidhshmëria me dinin Allahut. Kë njëri para 1.000 vjetëve ka vdek. Ama unë s'muna me kalu këtu pari, pa ja këndu një fatja me bo një doa për ta. Dhe ro vlezër, njëri u që është i lidhur me fejnë Allahut, vallahi, në dënjo, sa tjetoj e ka me koni lumëtur, mas vdekjes, tjerët ka me mojt gjallë me dua, edhe ka me qeni lumëtur në takim Allahun gjela. Ata që luin talën me dinin Allahut,
Tallën selam i prapambetur. Shekulli 21, shekulli 22, ata ka me pas dënimin që këtë dinja. Edhe me një shembull për rumbullaksoj, si e dënon Allahu. Tregohet për një rast nga nipi e Ebu Hanifës. Thotë kishim një koshi. Koshia me dha ka pas njerëz që kanë lutë me dinin e Allahut. Sa e koshia tash pa pasuri po, pa krienal po, edhe 2 gomari kishte, 2 magar. Edhe për me utar me fejnë e Allahut, çka boni? Njënit magari ala emnin Ebu Bekër, tjetrit ala emnin Omer. Edhe e mirë kja, mor Omer, bang i bike. Ta shëti do të talë se thuhet që Hazreti Omeri akon pushtetar shumë i ma. Vup Ebu Bekrit, vup Omerit, vike, në kam gjik. Edhe kjo vjen edhe të shpia dhe si ta me qonë det, me antarët e familjes me plakin. Se mëre duhet me morë mosa me qkit kojshin tonë, se valloj shumë duke e keq përdor dinin e Allahut, figurën e Ebu Bekrit dhe Omerit. Azria plak çka tha? Tha bëjni sabër. Bëjni sabër se ai atë çka e merr ka me e korr. Bëjni sabër. Nuk ka lozën një djavë, e lani ka vdek këshia. Tha, Gjibab, këshia pas ka vdek. Tha, shko këshirën, tha se me siguri Omeri e ka mitë. Kur shku në këshirën, që qaj Omeri, që ma gari, me në Omeri kështë e rosh kërën, gup, tak në benë kështë e. Tha shune, Omeri vin hakësh ati. Ti do me lutë me dinin Allahut, që Allah i të hakësh. Pi që ati që ka lu në Omeri, tak, bak të lemven këtë dunjon. Allah i basaj në dunjon qeter, mirët vesh me ti. Lusim Allahut xhela mos na boje për atyre që do të luajmë me dinin e Allahut, po do të na boje nga ata që do e kemi në zemër dinin e Allahut. Lusim Allahut xhela në rrugën e drejtë na uzoj. Nga zjarmi i xhenemit të na mbroj. Gjentul Firdausi nasip na e bëj. Na mundson një begashëm me bereqet dhe inshallah të vdesim me shahadet duke thonë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.